Blerta është tashmë me mua në studio. Blerta, shumë kënaqësi të kem për herë të parë në studion e emisionit Prizma. Jam shumë e sigurt që nuk do të jetë pjesëmarrja jote e fundit për shkak të angazhimeve dhe projekteve të cilat do realizosh. Që faleminderit që na respektove sot dhe je me ne. Faleminderit Flora dhe prej teje që më bëre ftesën dhe më dhave mundësinë që të prezantoj punën dhe Blerta Atelier dhe projektet e saja në vazhdim. Patjetër që po. Në vetë hapje, Blerta, unë e përmenda që ti vjen nga një familje ku traditë shumë të madhe, në fakt e keni edhe pjesën e organizimit të dasmave, konkretisht në Kumanov. Do më thënë, je rritur duke parë të bukurën, je rritur duke parë gjëra të transmetohen nga hiqi në diçka madhështore. Si ka ndikuar kjo në rritjen tënde dhe si e kujton ti fëmirin tënde, si ke parë prindrit e tu, babajin tënd duke u marrë me këtë biznes dhe sa ka ndikuar në formimin tënd? Flora, pjesa e restoranteve të dasmave, jemi afër 25 vite në këtë industri të dasmave që funksionojmë. Jemi rritur në restorante, në hapësirat të mëdha. Sigurisht, duke bërë një punë, duke ndihmuar edhe pse shumë të vegjël ishim si unë, si motra, si vllau. Për shkak se, siç e dim, dasmat më së shumti bëhen gjatë sezonit të verës. Mirë po, kur krahasojmë sezonat para 15 viteve, 20 viteve dhe sezonat e tashme, është goxha një ndryshim i madh i periudhës realizimit të gjitha dasmave, ku përpara ka ndodhur ka 2-3 muaj ka pas dasma, ndërsa tash për 2-3 javë mbaron gjithë sezona. Mendoj në Kumanov, për shkak se jemi në qytet më i vogël, dhe është interesant se deri në atë periudhën ku ishim në studime, ishim vetëm në atë pjesën ku ndihmonim të realizohet dasma, diçka do një punë fizike, çfarë do punë që na jepshin. Derisa nuk fillova vetë angazhohem të punoj si menaxhere. Kjo ishte sezona e 9 që mbaroi, domethënë tani sezonën e 10 e kam që e menaxhoj vetë më pjesën me klienta. Dhe është interesant. Në fillim mendoja se do të jetë pak rënd të kyqem, ama nuk gjeta ndonjë pengesë. Mund të them se kam bërë shumë ndryshime të mëdha gjatë me klientët. Cilat kanë qenë ato sfidat e para, me qenë se të është duk, ndoshta pak si përgjithësi e kështu me radhë, cilat kanë qenë ato sfidat e para, apo dyshime që i ke pas te vetja kur e ke marrë këtë përgjithësi? Të them drejtën, ajo që mund ta cekë, ndoshta është turp thuhet, po ishte një mënyrë organizimeve të dasmave shumë ndryshe para 15 viteve ose 10 viteve. Më parë vinte një njeri për një dasëm, vinte vetëm një burr prej shtëpisë, tash vin 10 gra. Është e sheptë si pozitive, apo si? Duke që gratë e kanë marrë në dorë, dikur e ka pas një burr i familjes, tani 10 gra që vinë. Po 10 gra me 10 mendime të ndryshme, kështu që se ketë lehtë. Nuk është e lehtë për arsye se tani kanë akses shumë në rrjetet sociale dhe shohin si organizohen dasmat, edhe nuk është as pak e lehtë, për shkak se ka ndryshuar kërkesa e njerëzve. Nuk është si më parë, tash ka restorante shumë, kanë opsione shumë, edhe secili do të bëjë diçka pak më ndryshe, ndërsa po foli para një dekade e tepër, ishte ndryshe. Kam pas frikë të bëjnë ndonjë diçka të dallon dasma prej dasmës. Ishte ajo më e famshme, ajo tavolina e gjatë 70 veta kur të vinë miqtë e ri, edhe ato derisa e kam larguar kam pas shumë probleme vërtet. Ama mirë kora sukses tu po skema me tavolina ty, po kështu tu u stabilizua, u largua dhe ajo nuk mund me thonë se kam pasën ndonjë pengesë madhe për nuk e di, a mund të edukohet se si të organizohet në dasmë, apo nuk e di, është mirë kur edhe klienti merr idenë, e merr mendimin e personit përgjegjës çka është për një lokal ose për restorantin, apo për dekorin, apo për çdo profesion. Dhe kapacitetet, besoj dhe të vetë restorantit dhe mundësitë se sa janë të realizueshme idetë e vetë klientëve patjetër. Ne i ofronim edhe organizim gjithë dasmës një klienti, posaçërishtëve që gurbeçarëve, për shkak se ato e kanë kohën limituar kur vinë në Maqedoni dhe nuk mundën dalin të shkojnë te dekori, te ajo te kjo, edhe ne i mundsonim këtë gjitha të bëjnë me një vend. Domethënë
që normal një organizator i dasmave duhet ekstra të shkojnë pagesa për ato, mirë po ne nuk i kemi bo, vetëm për neve ka qenë primare, klientit dalin në fund të i knaqur, edhe ajo darsma të kujtohet, do më tonë edhe kemi klient, do më tonë që në pas 19 viteve është martu aty edhe ka në ardhë pastaj për do një aheng tjetër më synetia, apo diçka tjetër edhe kanë realizu të ne. Edhe shumë ishte krenari kjo, ishte mi pa njerës që kanë kriju edhe një martes të shëndetshme, kanë kriju familje dhe pastaj për vinë për disa henget tjera nuk për në ndryshoj neve. Edhe pambarësisht do më thonë ndryshimeve që kanë ndodhë se janë hapë shumë restorante, se cili po ofron të një ide diçka të re. Mirë po tradita është tradit, unë prapë që ndrojmë basa asaj. E përmende në fakt edhe ndikimin e rrjeteve sociale, po tash edhe opcionet e shumta që kanë për realizimin e fejesave, dasma, po besa edhe ditëlindjet tash më kanë nisur të bëhen në përmasa shumë më të mëdha se sa kanë qenë dikur, më modeste kështu me radhë. Mund ta quajmë këtë një farë lufte të luksit, Blerta, si e sheti këtë pjesë? Mendon që është një farë gare, nuk e di, qoftë edhe mes shoqeve, se nuk se zakonisht janë ato që bëjnë një farë gare mes vete, që dasma e saj të jetë më e mirë se dasma e një shoqe apo një kushërine, nuk e di. Unë nga këndvështrimi im duke që ekziston një farë lufte këtu për luksin më të madh. Sonë më duke si luksi nuk ka fund, po tash se cili mundohet. I dim ato emisionet zakonisht në Shqipëri që mbahen për lufta e nusëve. Transmetohen edhe në televizionin tonë, bile. Edhe Shqipe dallon edhe personi prej personit. Ka qifte që nuk dojnë as pak bëjnë as një hargjim për dasëm, thjesht vendosin të bëjnë muajin e mjalë të shkojnë udhime 1 muaj, 2 muaj, se sa të bëjnë hargjime. Disa mendoj hargjime për një natë. Disa i japin shumë rëndësi, vetëm një darsën beqariz, bile. Nuk e di, ekziston edhe ajo xhelozia, s'mund të them se jo, për shkak se restorantet nuk munden të ndryshojnë për çdo darsëm. Për shkak se është një investim shumë i madh, edhe nuk mundemi t'i plotësojmë dëshirën e secilit dasmor çdo natë. Mënyra e vetme tani, domethënë, shka po mundson të dallojë një darsëm prej dasmës tjetër, nëse janë prej një familje që bëhen 2 darsma, ajo është e bu dekori. Edhe për fat mirë shumë jemi lecu ne si restorant, se para 10 viteve, në krejt darsëmët sezon që u bëshën, 2015-2016, muj me thonë ka pas një darsëm apo 2 me dekor. Se kanë qenë shumë qimet e larta dekoreve dhe nuk i kanë praktiku njerëz, kanë pas misafir shumë, edhe janë mundu t'i knaqin misafirt, t'i ftojnë ma tepër. Ndërsa tash nuk ka darsëm pa dekor, do më thonë edhe ajo në me 10 persona, ajo ka më bu dekor, edhe një fejes ose një bachelor party që bëhen, edhe ajo ka me pasën do më thonë dekor pa tjetër, do më thonë të kusi me më dhe dekori. Për shkak se tavolina e qiftit, ajo të më thonë ndryshon, se objekti s'u në ndryshoje. Pa tjetër që po, aty është edhe fokusi. Blerta, duhet të ndalim pak tek periudha jute e studimeve. Ti, nëse nuk gaboj, ke studiuar administrat biznesi, diçka e tillë? Dhe pastaj ke kaluar në dizajn. Do më thënë, nuk të la shpirti rehat pa kaluar të pasioni ytë. Më fol pak për këtë periudhë, cilat kanë qenë ato momentet më të veçanta, pse more vendimin pastaj që të vazhdosh edhe një fakultet tjetër që ishte dizajni, të rinte aty diku, e kishe si peng brenda vetes që ndoshta të studioje profesionalisht këtë drejtim? Une, kur mba ishu në Yahya Kemal në studime, edhe aty isha në pjesën matematikore, shkencore, drejtime. Edhe gjithë ishën fokusum, matematik, fizik, kimi, landa ma shkencore, kur edhe ishim të ri, ndo njëherë mendojmë se po bëjmë një zgjedhje duhur për profesione për të ardhmen, ama nuk është gjithmonë ashtu. Edhe dizajnin e modës e kam pas pasion prej fëmi, prej shkollë fillore, kam vizatu, e kam mendu si profesion, mirë po, them drejtu në ndikova pak prej në kolegj, se sikur i thash unë kjo shumë letë, unë do e mbaroj, pse të më shkoj një drejtim tjetër. Edhe arkitekt ishte vlau, edhe thash më zbojmë tash edhe unë arkitekt, e bëhet vlau arkitekt, unë do shkoj diçka tjetër, po mirë, vazhdova me biznesin, edhe aty mbarova shumë shpejt me studimet krejt në kohë, edhe sikur në maj unë e diplomova,
Unë në shtator u regjistrova në dizajn modës. Okej. Në thonë më njerë dhe pastaj paralelisht me studimet në dizajn, e kam ndjek edhe masterin në biznes. Okej. Pra një periudhë kogja intenzive, do thoja, me shumë impenjime, pastaj edhe angazhimi në biznesin familjar, nuk e ke pas besoj shumë të thjeshtë? Nuk ka qenë e thjesht, mirë po e kemi një përparësi me biznesin, me restorantet e dasma, për shkak se është sezonal. Në më thonë, klientët mundesh me pasën prej në telefon, mundet një javë, 2 javë, 3 javë, mos kesh asnjë klient të imrohet, se është ndryshe funksionon, mirë po normal ato pjesa administrative janë konën, se kemi edhe domethënë pjesa tjera të biznesit që i menaxhoj për babin, edhe kam qenë aksion gjatë gjithë kohës, mirë po e kam një problem se nuk mundem të adaptohem të punoj një 8 orë në ditë, edhe këtë gjithmonë po tallemi në shtëpi. Njerëzit të cilët janë pasionate kanë të pamundur që të funksionojnë me orare fikse, janë shpirtra të lirë. Edhe pastaj përderisa mbarova fakultetin dizajnit, edhe ndërkohë janë nisa dalë në skenë pak nga pak me revija, me koleksione kështu mini koleksione të vogla, në stilin pak më urban. Edhe derisa nuk mrin atë ajo që kam dash gjithmonë, edhe më kishte pyet në mars 2025 dikush se Blerta do hapa ateljen deri në fund vitit 2025. Ka qenë e pamundur. Vërtet, pse? Se nuk ishën ashtu planët, kishim përparësi tjera në biznes me babin, realizime tjera, edhe ashtu erdhi si për një moment edhe përgatita biznes planin krejt edhe gjithçka më duket ka shku ka rrjedh shumë mirë, shumë natyrshëm, gjitha janë realizuar ashtu si ke dashti. Deri tek ajo finalja që ne e pam, të ambienti mrekullueshëm, të disa nga kreacionet të cilat i ke zgjedhë si kreacionet para për t'i promovu, tek miq të cilët kanë respektu, pra gjithçka mu më zhduk që ka shku ashtu siç ti e ke planifiku. Pra ca gjëra në jetë nuk ndodhin rastësisht, do të thënë planet janë bërë shumë më herët, por ka qenë momenti i duhur që të realizohesh tani. Edhe unë them ashtu, për shkak se nëse duheshte të krijoj unë të hap një atelje, do duheshte ta kisha bërë spaku para 5 vite ose më shumë, mirë po nuk është koha e dur, në më thonë gjithë shka ndodhë kohën e dur, mendoj duhet ta besojmë atë, edhe unë gjithmonë qëndrojmë atë, se kur duhet diçka të ndodhë dhe ndodhë shumë shpejt. Mundem them se për 2 muaj, maksimum 3 muaj është realizuar gjetë lokali, janë nisën ato pjesa e punëtorisë, ka nisën realizimi edhe është bërë hapja. Unë dua të ndalem edhe kjo pjesë, sepse unë mendoj që në rrugtimin e një vajze ka një rëndësi shumë të madhe dhe mbështetja e familjes. Unë e di që ti edhe pse e rritur në një qytet të vogël si Kumanova, prindrit e tu kanë pasur gjithmonë një vizion të madh edhe për ty, edhe për motrën, edhe për vllaun, domethënë ju kanë lënë të lirë që të bëni zgjedhjet tuaja pa ju kufizuar që domosdoshmërisht të rini në biznesin familjar dhe të funksiononi në Kumanov. Pra motra ju të jeton në Prishtinë, ja tani ti në Shkup, për vllaun nuk kam shumë detaje, do më thuash ti. Në Gjermani, pra të gjithë të shpërndar. Ajo është në studime, është të kry masteri në Vjenë. Bukur shumë. Edhe është sa ka ndikuar kjo për të parë ti më pasër vizionin tënd për jetën tënde, për profesionin tënd, pa u kufizuar, domethënë në qytetin ku ti je lindërit? Flora, në familjen time, primare është shkollimi shumë. Dhe prindrit e mi, ta kanë dinarin e fundit, do e shpenzojnë për neve për studime. Dhe tek ne në familje dominon arti, është arti edhe... Ke duket që keni shije, kam zgjedhur disa fotografi tuajat, përbashkëta si familje. Babi ka pjesa e artit, është shumë zhvilluar, ndërsa nana është ka kreativiteti, edhe pse nuk din disa tona. Një gërshëtim perfekt, kështu që nuk po dyshojmë mas pak në atë që ke dalë ti dhe motra dhe vllau, të gjithë lidhje me artin. Mirë po, nani ka pas një dëshirë shumë të madhe. Njëri prej neve fëmijëve të dalim mjek. Dëshira është dhe nënë, më duket është kjo, jo vetëm e mamit tënd. Edhe thotë, nuk u bët asë një doktor, asë nusë nuk e mora doktore. Shpresat në fundi pas ka pas të nusja, pas nusja se pas ka realizu këtë dëshirë. Ta shopi ma ndej, një tash nështa në nipa, në mbesa, më ndale. Nuk i dijet, kur shpresa vëtes e fundit. Edhe, mirë po, pavarësisht, kemi pasën për kraja më të madhe të prindve. Prindë e mi janë, nuk e di,
uroj që gjithë kusht këtë ashtu prindër për krahas, për të mitë e vetë, ti ndjeken atë që duan. Për shkak se një punë qofse nuk e punon me dëshirë, nuk zgjohesh mëngjes, shkosh në punë, edhe të bësh atë çfarë don ti çdo ditë, ajo është më e rëndësishmja në jetë, se nuk duhet fëmia gjithmonë duhet jetë i lirë të vendose atë çka do. Do të nuk mundet nëse një familje, shembull, themi sigur ti se ne kemi biznes familjar, edhe prindërit na detyrojnë të rrimë ne aty. Jo, nuk ka qenë. Domethënë kjo duhet çdo profesion të jetë, pavarësisht çfarë drejtimi. Mund të jetë mjek, mund të jetë edhe ndonjë zanat, domethënë me frizere apo shumë profesione roba tjera, qepse, apo gjithçka. Duhet ndalem pak këtu tek këto fotografi me motrën tënde, Gresa, jo e cila jeton në Prishtinë, është fotografe, tashmë një fotografe në rritje. Lidhja juaj është një lidhje e jashtëzakonshme. Unë po të tregoj një sekret, unë e kontaktova Gresën dhe i kërkova që të më nis një video mesazh dhe din çfarë më tha, unë ta njoh shumë mirë Blertën. Tha dhe dyshoj që pas këtij video mesazhi mund ta vazhdoj bisedën sepse është një person shumë emotiv, kështu që ta këtë herë po e kursej. Është vërtet. Të kemi kursy këtë herë, nuk të kemi emocionu. Më fol pak më shumë për lidhjen me Gresën, çfarë keni ju të përbashkëta si motra dhe sa është tani kjo distanca ndikon pak? Edhe pse Prishtina Shkupi tashmë shumë afër, por sërish duhet kaluar kufi. Deri para se të hapi atelje nuk mujt të them se ishte shumë pengesë për shkak se unë isha më e lirë, ndërsa tani prej se kam hap ateljen them drejtën s'kam kohë shkoja deri në Prishtinë. Para disa ditëve isha niftar, edhe dola pak, po mendoj se qëndrova, them drejtën tash jam shumë angazhuar me rruga na lot shumë, për shkak se udhtojmë çdo ditë ku ma njoh Shkup. Gresa edhe pse është fotografe, është në fakt ka mbaruar është producente, do të thonë mirret me pjesën e realizimit të videospoteve, filmave, reklamave, edhe njëkohësisht punon si freelancer fotografe. Edhe pse unë jam dizajnerja, bëj modelin, realizoj, nuk mundem të dalë të ajo modeli final prapa u diskutu pa e thirë. Gresa, si mendona, ka dalë kjo mirë kështu, ta bëjmë kështu? Okej, është Gresa thirrja e parë që e bën për të vendosur diçka, për t'ja vënë vullën? Po, Gresa, nani, babi, domethënë edhe vëlla, këto jemi Aty sillet, po, aty sillet, nuk bëjmë asnjë send pa pyet, pa marrë një, sikur kur marr aprovimin atynve, sikur di se jam të bëj një hap të mirë, duhurin jam të e bë, pavarësisht për çfarë bëhet fjalë. Bukur. Gresa është ajo që edhe realizoi. Po, sa ka qenë lehtësim për ty ta kesh motrën fotografe të prezantimit punës tënde, sepse besoj që kjo është sfidë në vete, Blerta, të zgjedhësh personat e duhur, ata që ta njohin shpirtin, sepse unë mendoj që çdo dizenjator ka shpirtin e vet dhe duhet të gjehet personi i duhur që ta shohë spari shpirtin tënd dhe pastaj të fotografoj punën tënde, produktin tënd. Sa ka qenë kjo pjesë lehtësim për ty? Gresa çdo herë për çfarë do koleksioni kur të kam realizu, Gresa ka qenë brapa meje me realizimin e fotografive, dhe pse mund të themi para 5-6 viteve ndoshta s'ka qenë me mjetet këtë nivel që është tani, po. Sigur si është në këtë periudhë, mirë po edhe për fotografin, do të thonë luan rol shumë faktorë tjerë për të realizuar një fotografi e mirë, do të thonë lokacioni, modelja, fustani, do të thonë ka shumë faktorë që duhet edhe për më realizu një fotografi e mirë. Patjetër. Kemi edhe një galeri me fotografit me disa nga kreacionet të cilat i keni ndarë në rrjetet sociale, kreacionet të bëra sigurisht realizuara fotografit nga Gresa, dhe duat flasim tek të ndalemi pak te frymëzimit, më tregosh, më duket se përveç fustaneve të mbrëmjes, të cilat po i shohim tani, fokusin e ke pas edhe te fustanet e nusërisë. Pse, Blerta, tani e kesh vendosur fokusin pak te fustanet e nusërisë, diçka jo shumë e zakonshme për ty, në fakt? E vërtet. Bile të them drejtën, një shoqe imja ishte edhe ajo, është make-up artiste, është tash në Zvicër Nora, ajo ishte bile fotograf, ishte make-up artiste dhe për flokët gjatë realizimit të fotosesionit. Edhe më thot, Blerta,
kur niset realizosh koleksionin në fustanet e bardhë, pak kisha frikë. Se ti e ke stilin pak po minimalist, si do realizosh fustanet edhe tham jam mahnit prej asaj pune që ke bo. Une zakonisht koleksionet e mia që kanë qenë për revi modës në Shkup, edhe ato që i kam bo jashtë asaj, gjithmonë kanë qenë stilit ma urban. Mirë po, unë edhe veç asaj dhe më tonë gjithmonë i qëndrojmë prapa jo vetëm trendeve, për shkak se trendet shkojnë e vinë. Dhe më thonë, ajo shka qëndron dhe më thonë në modë është feminiteti edhe eleganca. Kur po flasim për elegancë, mua më pëlqyen shumë këto. Unë kam gjetë sipas shijes time. Fotografi dhe vërtet shumë kreacione të bukura. Fustanët e bardhë, kur nisa, për shkak se kur realizohet një koleksion, çfarëdo lloj koleksioni, edhe një mini koleksion, duhet fillojmë me atë pjesën ku duhet bëjnë uluptime, bëhen uluptime me materialet. Edhe derisa u kyça në atë pjesë nuk e kisha të lehtë, them drejtën, e pata pak problem, për shkak se sikur po ndryshoj atë industrin, po dal nga ajo në stilit urban në pjesën ku duhet të realizoj fustana në sërije. Mirë po, sa fillova, u kyqa kadal, për shkak se dhe punëtorin nuk e kemi në Maqedoni, e kemi hapur në Istanbul. Edhe realizime... Dhe më thënë, aty bëhet qepja realizimi i fustaneve? Për shkak se në shtetin tonë fatkeqësisht kemi mungesë të madhe të rrobaqepseve profesionale dhe më duk se është rruga më e mirë në të bëj një punëtori atje. Edhe atje ka më shumë punëtor ku e njohin punën mirë, dhe më thonë që mbrapa çdo secilit fustan që kam realizuar që e shihni tani në fotografi, qëndron një ekip shumë profesional dhe me përvojë shumë vjeçare dhe e përpunojnë çdo fustan deri në precizitet, dhe më thonë. Dhe sa shpesh po të duhet Blerta që të udhëtosh drejt Stambollit për t'i parë versionet finale apo ndonjë korrigjim prekje të fundit, nuk e di si detajiste që je. Sa është sfidë në vete kjo? Që ndoshta duhet të udhëtosh në Turqi shpesh? Kur kemi bërë koleksionin e parë, mund të me ato 2-14 fustane të bardhë kemi realizu për 2 javë. Ko rekord, dhe thoja? Është e pamundur. Ti thush dikujt se bëhet një fustan i bardhë për një ditë, është e pamundur. Edhe fillum të më thonë procesi i realizimit një fustan dhe më thonë fillon prej ideje, skicës, zgjedhjes materialeve, pastaj te ajo qepja deri te ajo realizimi final. Them drejtën, nuk është shumë problem përderisa punon me një ekip që kuptojnë se çfarë kërkon. Tamam profesionist. Punoj edhe pastaj unë i mbledh disa kontrata, disa klient, 5, 6, 7 klienta, edhe shkoj atje i bëj realizimet. I zgjedhim materialet vet, e nisim punën, i realizojmë. Domethënë është fillimi sa ta fillojmë atë procesin me atë fillimet, se çfarë duhet bëhet deri te krijimi i shabloneve dhe prerja, pastaj atë pjesën tjetër e realizojnë. Për shkak se çdo herë para se të bëhet ajo produkti final, domethënë bëjmë një provë me një material tjetër se si mund të duket një model temi. Edhe ajo që është më interesant kur punojmë me për shkak se ato janë turqeli, edhe më thojnë Blerta, është interesant thot ajo kur i shohim modelet çfarë dizajnon, çfarë vizatoni, edhe çfarë kërkojnë klientët prej rajonit juv. Shumë i asociojnë ato fustanat e nusërisë libanisë. Dasmat libaneze njihen në botë për si dasma më luksoze. E vërtet po. Për shkak se përveç se e dim ato dizajnerët më të njohur libanez që janë Elisab dhe Zuhair Murat, ato njihen për fustanët glamuroze dhe dasmat madhështore që krijohen andej. Që këtë duhet ta marrim si kompliment, apo? Që kemi shije. Është si kompliment se jo gjithë munden të realizojnë ashtu dasma luksoze. Të investohet në çdo detaj, domethënë, kur tham çdo detaj, domethënë prej hyrjes në një restorani deri në pjesën e tortës, detajet më
Edhe ashtu edhe kam brejtën këtë edhe prej restoranteve, se kemi ndjek, non-stop kemi ndjek sajmët për dasma, edhe shoh se ajo pjesa e libanezëve shumë ka ndikim të madh në organizimin e dasmave. Aty nisi edhe një nuse cila ndronte 3-4 fustane brenda një dasme, brenda një nate, dhe kam pa tani ka nisur ky trend të ndiqet edhe në pjesët tona. Në Kosovë, në Shqipëri, tani sfumi edhe në Maqedoni. Edhe unë i ndjekë non-stop ato. Para se të niset në pjesën e fustaneve të bardhë, kam ndjekur për restorane, për dekoret, për ashtu. Edhe pse të them drejtën, ne kemi shumë dallim prej aty në atje. Mirë po, mundohemi pak nga pak ndonjë detaj të vogël, ndonjë karrik, ndonjë tavolin, ndonjë. Okej, tani me fustanat e bardha për ty është mirë. Të ndroj një nuse 2-3 fustana, pse jo, s'është keq. Është e vërtet tash edhe pse unë këtë pjesën e fustaneve, ndrimin e fustaneve e kam vrejt edhe për restoranteve tek ne. Është interesant se njëherë do një fustan shumë të rëndë, duken ashtu pak ma glumëroz, tjetë ma voluminos fustani, pastaj zgjedhin diçka më të lehtë, më të thjeshtë që munden të më lirshëm të vallëzojmë, po. Dhe ai i fundit është zakonisht ai i shkurtër, nuk e di. O, i shkurtër, i ngusht, po njëra nga këto. Okej, bukur shumë. Tek fustanet dua të ndalem, tek fustanet e mbrëmjes, çfarë do të thotë për Blerta Osmani një fustan i mirë në çdo aspekt? Çfarë ka rëndësi për ty më së shumti? Hyn këtu stili, hyn qepja, nuk e di diçka që përkufizon siluetën femrore, elegancën. Çfarë do të thotë për ty një fustan ideal për mbrëmje? Në qoftë se flasim atë pjesën fustani ideal për ndonjë person të saktum, është problem, domethënë të them, për shkak se klientët vinë me të ndryshëm, vinë me kërkesa ndryshme, kanë komplekse të ndryshme, domethënë, edhe nuk mundesh të thash sa ky fustani është ai ideal. Për shkak se nëse nisem me ashtu atëherë domethënë atë fustani ideal do e shoh si Blerta, jo si dizajnere. Se klientët kur vinë në atelier gjithmonë shohin po jo këtë krah duhet ta bëj kështu, jo këtë mblej kështu, jo kështu. Domethënë duhet të dëgjojmë ato kërkesat e tyre që pastaj mbas asaj të vizatojmë, të bëjmë një model që do i përshtatet asaj që e plotson atë person, domethënë personalitetin e atij personit, sikur e shoh se një grua kur e vesh fustanin e bardhë aty kur vjen në atelier edhe thot kështu e kam paramendu veten. Edhe kjo është kur e gjen veten, nuk është e trendi, nuk është e moda, është ajo ku e gjen veten, ku flet personaliteti yt, domethënë atë fustan. Tamam ashtu. Sepse mua më ka ndodhur për shembull ndonjë fustan shumë i bukur, shumë i veçantë, por ka pas ndonjë, nuk e di, qepja nuk ka qenë ajo ideale, diçka që e përqafon mirë siluetën tënde. Sa luan rol kjo pjesa e qepjes dhe vetë fakti që ti ke zgjedhur një staf profesionistësh, domethënë flet shumë që i kushton rëndësi kësaj pjese, apo jo? Flora, moda nuk është vetëm dizajni, domethënë mbrapa asaj qëndron edhe mjeshtria e një rrobaqepsi profesional. Për shkak se vetëm me një rrobaqeps profesional mundemi të realizojmë atë ide dhe ta kthejmë në realitet. Edhe shumë ka rëndësi rrobaqepsi. Shumë është, po tash për fat keq ditë më ditë shohim se të rinjt nuk po e zgjedhin si profesion, po kemi shumë mungesë të profesionistëve rrobaqepse në Maqedoni. Kjo është për të ardhur keq, sinqerisht. Ne bile dhe kemi trajtuar një temë të tillë për mungesën e të rinjve të cilët tregojnë kundrejt zanateve. Është e vërtet, edhe pse babi, edhe pse është vetë na ka udhëzuar çdo herë të vazhdojmë në studime, pra babi thotë se zanati nuk lën pa buk asnjëherë. E vërtet. Zanati është, kanë mundësi, kanë opsione ta shkollat profesionale japin edhe kanë kushtet ndryshme që i ofrojnë vetëm që të regjistrohen, mirë po nuk e di. Tash janë uzë gjithë dojnë kryjnë ndonjë fakultet. E vërtet, po ndikimi edhe nga shoqëria, nuk e di, shkojnë drejtohen më shumë ku i kanë miq të shoh, dhe gjithmonë lihen anash zanatet fatkeqësisht. Blerta, dua të ndalem tek momenti kur u hapën dyert e ateljes. Çfarë i the Blertës? Çfarë i the vetvetes në momentin kur pave
hapjen e dyerve të ateljes dhe miqt kur erdhën të vizitonin. Tamam realizimi i një ëndre, besoj. Flora, them drejtën, kaloi hapja, kaluan edhe javë mund të them, ndoshta edhe sot, vinë në punë edhe habitën prap nuk mund ta besoj se kam arritë ta realizoj atë. S'un po vim punë çdo ditë. Edhe çfarë është më interesant se unë isha në Stamboll atë periudhë kur kërkoja lokale. Ndërsa para mund të them vite ndoshta, kaloja çdo herë ka jo pjesa. Edhe thosha, sigur ta kisha këtu unë atë ndonjëherë të ardhmen. Kjo është fuqia e manifestimit, do thoja. E vërtet. Edhe veç kur më kërkojnë telefon për agjencionet, më thojnë Blerta, kemi gjetë një lokacion shumë të mirë. Edhe më dërgojnë fotografi të krejt. Edhe prapë qëndroj me pikpyetje, them, apo është ai lokacion, ai vend që une e kam kërkuar çdo herë. Edhe kur shkova, ishte tamam ai. Sinqerisht u emocionova, është diçka shumë e bukur kjo. Edhe aty për aty e vendosa dhe thash nuk do e shloj këtë, se ishte gjithçka ishte gati edhe vetëm do hupsha kohën nëse kërkojnë ndonjë event tjetër, për shkak se është tamam në qendër, gjithçka kemi afër, edhe pse për fat keq në qendër është pak problem me parkingun, po gjendemi prap ka ndonjë zgjidhje. Patjetër. Dhe tani aktualisht, cilat janë planet e tua përveç kësaj rutinës së re që tashmë je shtuar jetës tënde të vish çdo ditë në punë, tashmë kontakti me klientët të cilët vinë për konsulta e kështu me radhë. Si është një ditë e ytja dhe cilat janë planet e tua nga tani e tutje? Zakonisht tek ne në atelje nuk mund të them nuk pranojmë, se do t'ingëlloja kjo shumë vullgare të nuk pranoj, për shkak se nuk thejet një njeri prej derës. Mirë po, unë dua klientëve t'i kushtoj se cilit klient kohë posaçme, edhe kemi me takime, me termine. Çdo kush do më thonë që është interesuar, vjen, për shkak se në atelje tash kemi eksponuar disa fustane, mirë po janë sigur prototipe atone, për shkak se fokusi në ateljen tonë është që të realizojmë fustane të nuserisë të personalizuar. Kur them personalizuara, për shkak se fustanet e nuserisë është veshja më emocionale që vesh një grua në jetën e saj. Edhe ajo duhet t'jeti përkryer deri në detajin më të vogël, po. Edhe mendoj se secila nuse do doja duket më unike, të dallojë nga njëra tjetra, edhe për ato i kemi bërë si prototipe për shkak se në Shkup jemi në kryeqytet edhe kemi klientela të ndryshme. Kur themi ndryshme, kemi për qyteteve të ndryshme, domethënë targetet të ndryshme janë. Edhe nuk mundemi të përshtatemi në çdo model çdo cilit person. Për ato kemi bërë disa modele që mendojmë që munden dikund do më thonë t'i përshtatet ati personi, mirë po me disa modifikime të ndryshme. Patjetër, po. Edhe pastaj e provoj një fustan shembull, 1, 2 apo 3, edhe mbas asaj ulemi pastaj e bëjmë një model, i vizatojmë, po dhe kur të është nevoja me materialet që i kemi aty, mundemi të bëjmë diçka edhe në kukull direkt, do më thonë bëjmë edhe një realizim të pjesa e gjoksit a diçka, për të pasë se si do mund të duket. E qartë. Po ndjeshe përmbushur tani në këtë moment që po flasim dhe për krejt rrugtimin tënd që folëm nga fëmiria deri tani, është ajo që ti ke dashur në jetë, Blerta? Krejt kjo çfarë po të ndodh? Po, them drejtën, edhe që është më interesant se ashtu ndoshta tash thamë edhe pak më herët se nështë nuk është dash të hapet pak më herët atelja, mirë po tamë ka ndodhur në kohën e duhur, edhe mendoj se janë të më rjetë punë ashtu sikur kam dashur çdo herë. Gjithçka është tuar temi në kohën e duhur. Janë të realizu hap pas hapi ato që kam dashur t'i bëjnë ndonjëherë të ardhmen, edhe ajo ardhmja erdhi. Është shumë bukur dhe sinqerisht më vjen shumë mirë. Faleminderit. Tani para se ta përmbyllim këtë bisedë, unë kam përgatitur një mini lojë, një mini sfidë për ty, nëse moda do të ishte. Domethënë do të bëjmë një lojë imagjinare, do thoja, unë do t'jap disa situata dhe ti duhet na tregosh se çfarë do ishte moda për ty në secilën situatë. Domethënë duam ta njohim shpirtin tënd artistik, do thoja nëpërmjet kësaj sfide. Nëse moda do të ishte një qytet, cili qytet do të ishte për ty, Blerta, dhe pse?
e thamë Itali, se Itali çdo qytet. Okej, çdo qytet i Italisë. Po konkretisht një qytet, sepse e di që ke vizituar shumë qytete të Italisë, bile kemi edhe një galeri me fotografi të shëtitjeve të Vlerësës nëpër Itali. Okej, më thuaj nga qytetet. Itali si tërsi, por një qytet konkretisht që ti do thoje kjo është moda për mua. Mund të them ndoshta është Roma. Okej. Edhe do kisha thonë Cinque Terre. Okej. Ajo do më thonë është pjesa ndër Portofinën është e poshtë. Aty mund të them se ishte vendi për të inspiruar. Ato ngjyrat, ato objektet, ato. Unë i dua vendet me histori të vjetra. Edhe Italia këtë e ka. Italia këtë e ka. Në më thonë, në qoftë se do kishta zgjedhë, do më thonë, këto dy qytete, edhe pse ka shumë qytete, mirë po këto janë ashtu ma për zemër, besoj për ti. Për zemër i kam. Okej. Pyetja e dytë është nëse moda do të ishte një emocion, cilin emocion do ta përfaqësonte moda për ty? Cilin emocion? Moda pasion është për mu. Okej. A mund të quajmë ndoshta atë momentin kur e sheh versionin final të një kreacioni të veshur tek gruaja që e ka kërkuar, ndoshta ai momenti krenaris që mund ta ndjejë një dizajner. Po edhe ato mund ta them te gjithë ato që i provojnë, që e thash edhe pak më herët, ajo sikur kur thotë kjo është ajo që dua. Domethënë ajo kur e plotson një klient, ajo shka e vesh. Okej. Dhe pyetja e fundit është kjo, nëse moda do të ishte një stil, cila stil do ishte për ty? Dhe pse? Pranvera. Okej. Dim se dua pranverën, se nëse nisemi të pjesa për shkak se flasim për modë, tu do thoja se është mënyra ma e lehtë në pjesën e pranverës, në stilin e pranverës të bëjnë ato kombinimet e teshave. Për shkak se mund të me veshëm teshat verës, vjeshtës, dimre, e bëjmë një mix e kombinimet dhe do duket ashtu përkryer. Po besoj edhe për ju dizajnatorët është stina e preferuar, aty ku vjen edhe më shumë kreativiteti në pa, nuk e di, ngjyra, temperatura, të gjitha luajnë dhe shkrihen në një. Ngjyrat, po, ashtu. Nuk do kisha thonë, domethënë, edhe pse vera është ajo vera, ama prap, mendoj se pranvera është ajo tamam ku mundemi të lujmë, të veshme ato krejt ato të bëjmë ato kombinimet edhe pa undrojtur. Po, tamam, pa ndrojtje. Vlerëta, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma. Unë deshta që nëpërmjet kësaj interviste të njohim pak më shumë, mos të ishte një intervistë klishe vetëm për pjesën krijuese të ndë profesionale, por thjesht të udhtojmë themi në etapat ndryshme të cilat të kanë formsuar dhe të kanë bërë kjo që jeti sot. Faleminderit që na e dhe këtë mundësi të njohim pak më mirë. Faleminderit Flora dhe prej teje, ishte shumë kënaqësi. Shpresoj që për projekte tjera të shifemi edhe të diskutojmë gjëra gjatë. Patjetër, Gresa më ka premtuar që herën tjetër do t'ju kemi bashkë, që unë nuk do ju lë rehat. Do insistoj t'ju kemi bashkë pas një kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe prej teje, kënaqësi. Pas kësaj bisede shumë të bukur, inspiruese për mua, uroj shumë që të ketë reflektuar nga ekrani njëjtë edhe për të gjithë ju. Unë si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq që unë ju lë takim nesër me kolegen time Ilmien, deri atëherë qofshim me shëndet dhe agjërim të pranuar gjithë juve të cilët keni agjëruar. Mirëmbëjtje, bashkë me mua shihemi të hënën në terminin e rregullt orës 16:40.